Sot jemi e vetmja qendër ekologjike për trajnimet në Shqipëri. Nëpërmjet përpunimit të qeqit ne kemi arritur të grumbullojmë 40 tonë. Kapaciteti aktual është rreth 300 kg në orë. Vizioni jonë është nisur dhe të përfundoj ku Shqipëria të jetë e pastër. Unë kam lidhje me Gjermaninë. Në fillimet e mia isha më shumë në Gjermani, pastaj pak në Kosovë, edhe më pak në Shqipëri, por gjithmonë kisha të ëndrrën të bëja diçka të mirë për mbrojtjen e mjedisit në Shqipëri. Në fillim ishte shumë angazhim, më shumë si aktivist mjedisor, me studime, duke dhënë dhe mësim në Universitetin Bujqësor, derisa fakt që në 2016 kisha dëshirë të bëja diçka shumë konkrete, dhe pash që vetëm duke ndërtuar një park të ekonomisë qarkulluese, duke përmirësuar infrastrukturën, mund të japim një kontribut shumë herë më real dhe shumë herë më konkret se sa kontributi që po jepja më përpara si aktivist mjedisor, si mësimdhënës në universitet, apo si shkruas apo implementues i projekteve të ndryshme. Para 3 vitesh e gjysmë, vendosa të marrë një iniciativë, që ishte më e madhja e 10 viteve të fundit, të ndërtojmë Recycling Albania dhe parkun e parë të ekonomisë qarkulluese, dhe jo vetëm një park i vogël, po thjesht një park me 4 element, që tani janë 6 element, por u nis me 4 para 3 vitesh e gjysmë, që ishte kjo qendra e bukur ekologjike,